Metoda geniale e qeverisë amerikane për të transportuar 5 tonë armë me aeroplan. Kjo është zona e ngarkesës së fluturimit tuaj tipik komercial. Do të prisnit që të mbante vetëm bagazhet tuaja, por këtë herë po transporton diçka shumë të vlefshme, ndërsa fluturoni në 35.000 fit. Një pasuri në shufra ari mund të udhëtojë pak poshtë jush, e zhvendosur në eshtje midis gjigantëve financiar si JP Morgan dhe Rezerva Federale. Logjistika pasaj është maramendëse. Siguria është ndërtuar për të qenë pothuajse e pathyeshme, dhe pothuajse askush jashtë sistemit nuk e di vërtet se si funksionon. Por në prill të vitit 2023, ai sistem u ekspozua nga një grabitje prej $20 milion në Toronto. Mund të pyesni veten, pse dikush do të vendoste miliona dollar në arë në një aeroplan pasagjerësh në vendi një fluturimi të dedikuar për mallra? Përgjigjja është çuditërisht e thjeshtë. Koha është e barabartë me paratë dhe në tregun e arit çdo orë ka rëndësi. Imagjinoni Londrën dhe New Yorkun si dy tregje gjigante ku çmimet e arit ndryshojnë vazhdimisht. Kur godet kaosi politik ose bankat fillojnë të luaten, investitorët ikin drejt arit. Gjatë krizës bankare të vitit 2023, kjo krijoi ndeshje të mëdha çmimesh midis qyteteve. Ari mund të shitet për $2.000 për ons në Londër, por $2.050 në New York. Kjo diferencë për $50 mund të duket e vogël, por kur lëviz tonari, shtohet në miliona dollar fitim. Anijet të duhen javë për të kaluar Atlantikun, shumë ngadalë kur çmimet ndryshojnë orë pas ore. Avionët e mallrave janë të shtrenjtë dhe të dukshëm, por fluturimet komerciale janë të lira, të shpeshta dhe askush nuk dyshon se familja që shkon në Disney World po fluturon me një sasi ari në këmbët e tyre. Pra, si zhndroni arin që ndodhe në një kasafort në Londër në arë gati për New York, është me ndërlikuar nga sa mund të mendoni, dhe gjithçka fillon me një problem madhësie. Banka Anglisë ruan arin në shufra 400 tons, tullët dhe trashat e të rënda që peshojnë 27 pound secila. Por Banka Federale e Rezervës së New Yorkut pranon vetëm shufra prej 100 tonsësh. Këto hyn në lojë Zvicra. Përpara se ari të fluturojë nga Londra në New York, ai kalon për rafineritë zvicerane si metalor ose pump. Procesi është magjepsës dhe i rrezikshëm. Ato shufra 400 tons ngarkohen në furra të ngrohura në mbi 1900 gradë Fahrenheit. Ajri shkëlqen me valë nxehtësie, ndërsa metali ngurtë zhndrohet në rrjedha të shkrira zjarrit të lëngshëm. Punëtorët me kostume mbrojtëse argjendi lëvizin si astronaut, duke drejtuar metalin e shndritshëm me mjete me maji qeramike. Avulli fishkëllen, ndërsa ajri i shkrir godet format precize. Metali ftohet nga e bardha e nxehtë në të verë të artë, duke ngurtësuar në drejt këndshta të përsosur. Krahët robotik ngrenë çdo shufër në stacionet e stampimit, ku presa industriale përplasen me forcë hidraulike. Makinat të afta të gjenerojnë nga 6 deri në 150 ton presion shtypës. Mendojeni sikur pesha e kullës së fel të përqendrohet në një stamp sa madhësia e pëllëmbësuaj. Këta gigantë hidraulik nuk shtypin vetëm, ata zhdukin çdo mundësi gabimi, duke përdorur ligjin e Paskalit për transmetuar në mënyrë uniforme presionin në të gjitha drejtimet, duke siguruar që çdo karakter të gdhendet me saktësi kirurgjikale. Shtypi nuk e prek vetëm arin, ai e damkos atë me autoritetin e një çekiçi gjyqësor. Çdo goditje krijon një gjurmë gishtash të pashlyeshme që do ta ndjekte metal nëpër kontinente. Çdo shufër testohet për pastërti, peshohet deri në të 10 e gramit dhe fotografohet nga këndet të shumta. Por këtu gjërat bëhen interesante nga pikpamja e sigurisë. Çdo shufër e vetme ka nevojë për dokumente, certifikata pastërtie, verifikim peshe, të dhëna pronësie. Është si një sistem pasaportash për metalin, dhe ashtu si pasaportat njerëzore, këto dokumente mund të falsifikohen. E gjithë tregtia globale e arit funksionon mbi një supozim të thjeshtë. Nëse dokumentet përputhen me bazën e të dhënave, ari duhet jetë i lishëm. Shufrat e sapaprodhuara vulosen në kontenjer të sigurt, pa etiketa ari, pa logo të ndezura, vetëm paketim të ftohtë industrial që mund të përmbajë çdo gjë. Qëllimi është të duken sa më të mërzitshëm të jetë mundur, sepse mërzitja nuk tërheq vëmendje. Tani vjen pjesa që duket si diçka nga një film aksion. Ato kontenjerë të thjeshtë ngarkohen në kamion që nuk janë të zakonshëm.
Këta nuk janë furgon shpërndarjeje, janë fortesa të lëvizshme, 8 ton çelik të përforcuar, të blinduar sipas standardit BR7, që do të thotë se mund të përballojnë plumba që depërtojnë në blindazh pa u lëkundur. Dritaret janë xham balistik me shumë shtresa, mjaftueshëm mitrash për ndaluar një plumb pushke. Gomat janë të shfryra, kështu që edhe nëse shpërthejnë, kamioni vazhdon të lëviz. Shikoni se si qepenat e çelikut mbyllen me përplasje mbi xhamin e përparm me saktësi hidraulike. Brenda ndihet më shumë si një kabinë anije kozmike sesa si një kabinë kamioni. Vendet balistike mbështesin ekuipazhin. Gjurmimi me GPS përcakton vendodhjen e tyre brenda disa centimetrave dhe transmetimet video të drejt për drejta transmetohen në qendrat e sigurisë në shumë vende. Bllokimet biometrike skanojnë gjurmët e gishtrinjve dhe retinën, duke u hapur vetëm nga individ saktuar. Disa kamion madje kanë bariera çeliku të tërheqshme për të mbyllur kabinën, bomboratymi për të krijuar konfuzion dhe pjesë përforcuara të trupit për të rezistuar bombave në anë të rrugës. Inxhinieria është mbreslënse, e projektuar për t'i bërë ballë gjithçkaje, nga armët e vogla të zjarrit deri te sulmet e koordinuara. Ndërsa konvoji afrohet aeroportit, rojet e armatosura ecin pranë si një autokolon presidenciale. Armët e tyre janë të dukshme, stërvitja e tyre është e dukshme. Nuk ka ndalesa për semafor, as ndalesë për pushime në tualet. Rruga është planifikuar në minutë. Por pavarësisht të gjitha armaturave, armëve dhe teknologjisë, i gjithë sistemi ende mbështetet në diçka çuditërisht të brisht, dokumentet dhe besimin njerëzor. Ata roje nuk po kontrollojnë përbërjen molekulare të secilës shufër, ata po shikojnë dokumente që thonë: ky kontenjer mban X sasi ari. Dhe dokumentet, pavarësisht se sa zyrtare duken, mund të gënjejnë. Kamioni drejtohet drejt në pistën e aeroportit. Nuk ka terminale publike, nuk ka dyera anësore ku mund të shikojnë në sy të kurioz. Ai pozicionohet direkt pranë avionit. Ky është momenti i cënueshmërisë maksimale. Ashensori hidraulik aktivizohet me saktësi mekanike dhe ari, i siguruar në kontenjer të standardizuar, rrëshqet në zonën val. Val qëndron për ngarkesë me vlerë. Në thelb është një seksion i klasit të parë për gjëra të shtrenjta, i ndar nga vendi ku hidhen bagazhet tuaja. Dorëzimi ndodh me efikasitet të koreografuar. Ekuipazhi të linjës ajrore nuk i thuhet se çfarë po mban. Për ta është thjesht një palet tjetër e mbyllur që shkon në New York. Çdo kontenjer është i pajisur me sensor të aktivizuar me LoRa, pajisje të vogla inteligjente që veprojnë si roje digjitale. Ata monitorojnë vendodhjen, temperaturën, lagështinë, nivelen e goditjeve dhe çdo përpjekje për ndryrje. Nëse dikush përpiqet të hapë një kontenjer, alarmet menjëherë njoftojnë ekipet e sigurisë në Londër, Zyrich dhe New York. Teknologjia duket e pagabueshme, një mrekulli e inxhinierisë moderne, por teknologjia ende kërkon ndryrje njerëzore dhe njerëzit mund të korruptohen, kërcënohen ose thjesht të bëjnë gabime. Sapo ai Florish duket në bagazhin e një aeroplani komercial, ai hynë në një botë interesante që shumica e pasagjerëve nuk e imagjinojnë kur se ekziston. Ju jeni ulur në vendin tuaj, duke ankuar për hapësirën e këmbëve, ndërsa miliona metale të çmuara qëndrojnë pak poshtë këmbëve tuaj. Ari udhëton në zonën val, një seksion i veçantë i projektuar për dërgesat me vlerë të lartë. Çdo kontenjer transmeton vazhdimisht të dhëna. Koordinata të sakta GPS, temperaturë të brendshme, nivele dridhjesh dhe status sigurie. Linja ajrore si British Airways, Emirates, Lufthansa dhe American Airlines transportojnë rregullisht arë në rrugët e pasagjerëve. Mund të mendoni se kufit e peshës aeroplanit kontrollojnë se sa arë transportohet, por në të vërtetë është sigurimi që përcakton rregullat. Siguruesit zakonisht e kufizojnë në mbulimin në $500 milion për fluturim. Kjo është rreth 5 ton metrik flori. Çdo gjë me vlefshme ndahet në fluturimet të shumta. Gjatë fluturimit, sistemi nervor digjital vazhdon të funksionojë. Çdo disa minuta, kontenjerët dërgojnë përditësime në qendrat e monitorimit në 3 kontinente. Ekranet e sigurisë shfaqin harta në kohë reale që tregojnë udhëtimin e ngarkesës së çmuar përtej Atlantikut. Por edhe sistemi më i sofistikuar i gjurmimit ka një pikë të verbër. Ai supozon se ari që është ngarkuar është ari që duhet jetë atje. Sensorët mund të tregojnë nëse një kontenjer është i sigurt, por nuk mund t'ju tregojnë nëse dikush e ka ndëruar përmbajtjen përpara se të arrinte në aeroplan.
Ulja në New York sjell sër procedurash të koreografuara. Aeroplani ecën në një zonë të sigurt ku pret një tjetër konvoj i blinduar. Dorëzimi ndodh shpejt, dyert e ngarkesës sapen, kontenjerët rrshqasin mbi rrotullues elektrik dhe brenda pak minutash ata po lëvizin drejt sistemit të kasafortave të Bankës Federale të Rezervës së New Yorkut, një nga depozitat më të mëdha të arit në botë. Por jam momenti kritik që e bën gjithçka që kemi diskutuar të cënueshme, verifikimi përfundimtar. Dikush duhet kontrollojë nëse ajo që mbriti përputhet me atë që duhet të mbrinte. Ata skanojnë numrat serial, verifikojnë peshat dhe, me rëndësishmja, kontrollojnë dokumentet me sistemet e tyre kompjuterike. Këtu elementi njerëzor bëhet si forca më e madhe e sistemit, ashtu edhe dobësia e tij fatale. Punojësit me përvojë mund të dallojnë parregullsi që kompjuterët mund t'i humbasin, një vulë që duket paksaj çuditshme, dokumente me shkronja të paqëndrueshme, kohë që nuk përputhen plotësisht. Por njerëzit gjithashtu lodhen, shpërqendrohen dhe me rrezikshmja u besojnë dokumenteve që duken zyrtare. Procesi i verifikimit mbështetet në diçka që duket e paprekshme, por nuk është. Supozimi se nëse dokumentet përputhen me sistemin kompjuterik, gjithçka duhet jetë legjitime. Por çfarë ndodh kur dikush me qasjen atë sistem kompjuterik vendos të krijojë dokumenta për një dërgesë që nuk ekziston? 17 prill 2023, aeroporti ndërkombëtar Pearson i Torontos. Gjithçka që sapo përshkruam ishte gati të zhbehej nga diçka tronditëse e thjeshtë. Valpol Sidhu kishte vëzhguar dërgesat e arit për muaj të tërë si një përpunues mallrash në Air Canada. Ai dinte se cilat fluturime mbanin thesaret e vërteta, oraret e tyre të sakta dhe, me rëndësishmja, si funksiononte procesi i verifikimit. Kolegu i tij, Simron Pitpenasar, ishte në pozicionin për të zbutur çdo dërgesë që mund të ekspozonte planin e tyre. Por avantazhi i tyre i vërtet ishte diçka që sistemi i sigurisë nuk e kishte parashikuar kurrë. Ata ishin tashmë brenda. Objektivi i tyre ishte fluturimi AC-881 nga Zyriu, që mbante 6600 shufrari me vlerë $20 milion kanadez, plus miliona të tjera në valutë huaj. Por këtu shkëlqen vërtet guzimi i tyre. Ata shtypën dokumente të re me dërgesash në vetë aeroportin, duke përdorur kompjuteret e tyre të punës për të krijuar dokumentacion të përsosur për ngarkesat që nuk ekzistonin. Historia e mbulesës, salmon skocez. Është fantastike kur mendon për këtë. Skocia eksporton miliona $, salmon Atlantik Premium në Kanada çdo vit, të transportuar në kontenjer të rëndë dhe të izoluar që ka nevojë për transport frigoriferik. Dërgesat e ushqimit janë të zakonshme, të rënda dhe urgjente. Peshku prishet, kështu që përpunuesit lëvizin shpejt pa bërë pyetje. Dokumentet e falsifikuara përputheshin me peshat, kodet e transportit, numrat e fluturimit, gjithçka. Ata shfrytzuan çdo dobësi që kemi diskutuar, aksesin e brendshëm për të krijuar dokumente që dukeshin legjitime, besimin njerëzor në dokumentet zyrtare dhe supozimin e rrezikshëm se dikush tjetër e kishte verifikuar tashmë ngarkesën. Genialiteti qëndronte në kohën e dur. Si duhet dinte momentin e saktë kur furgoni vërtet i blinduar Brinks do të mbërrinte për t'u marrë. Ai dinte ndryshimet e turnit, procedurat e verifikimit, pikat e verbëra në sistemin e sigurisë. Me rëndësishmja, ai dinte se përpunuesit e ngarkesave u besojnë ekraneve të kompjuterave të tyre më shumë se sa instinkteve të tyre. Atë mbrëmje, një kamion erdhi në objektivin e ngarkesave me dokumente që pretendonin se merrnin salmon të freskët të Atlantikut nga Skocia. Përpunuesit, duke parë dokumente që dukeshin legjitime në ekranet e tyre, ngarkuan kontenjeret plot me shufra ari me vlerë $20 milion. Baza e të dhënave tregonte një autorizim të vlefshëm për marrje. Numrat serial përputheshin, çdo procedurë sigurie u ndoq në mënyrë të përsosur. Por më vonë, kur furgoni vërtet i blinduar i Briggs mbërriti për marrjen e vërtet, transportuesit hapën kontenjer bosh. Paniku përfshiu terminalin, ari ishte zhdukur prej kohësh. Shkëlqimi i grabitjes nuk ishte sofistikim teknologjik, ishte manipulim psikologjik. Çdo protokoll sigurie varet nga besimit e personi pas ekranit të kompjuterit. Çfarë ndodh kur ai person në shkërcënimi? Toronto nxori në pa një të vërtetë të tmerrshme. Sistemet më të sigurta në botë ende mbështeten në copa letre. Dokumentet zyrtare mund të gënjejnë, veçanërisht kur krijohen nga persona të brendshëm me akses legjitim. Pasojat shkatëruan më shumë se kasafortat. Tarifat e sigurimeve u ritën ndjeshëm brenda natës. Aeroportet në gjithë botën instaluan sisteme verifikimi digital.
brava biometrike dhe kontrole të zgjeruara të së kaluarës. Megjithatë, pavarësisht hetimeve masive në shumë vende, vetëm 2 pound u gjetën nga 800. Karrierat e zyrtarëve të sigurisë u shkatëruan dhe reputacioni i institucioneve u shkatërua. E gjitha ndodhi kur dikush nxori në pa një të vërtetë të thjeshtë. Sistemi më i përparuar i sigurisë në botë ende mbështetet në monedën më të vjetër nga të gjitha. Çdo mas sigurie dështoi, jo për shkak të teknologjisë, por për shkak të një gjëje që teknologjia nuk mund ta rregullojë: besimin njerëzor.